Vallaj ka njeri vjellën në anglisht. Vallaj bën peshe që nuk përdit mirë se ani kam të kusherit. Në Gjermani që jetojt, dëherë të veti për dhe thyra, edhe kitë ndërësh, po ma eben shka për mësojna. Derën ja përplasi Kiksit, madje për këtë kërkoj edhe ndihmën e nxënësve të saj. Një që atë kapiten atë, dhe ki ja së dalje. Se? Dhe mos ja qëj derën dhe ki. I vëlloj. Vëlloj si vishta mos ja qëj derën. Pa e mshilin kështë. Fatmire Mehmeti në vend të sqarimit publik zgjodhi forcën për të heshtur, karshi akuzave për mos përgatitjen akademike të saj. Nuk mjafton kaq, Mehmeti me fakultet ekonomik u mëson gjermanisht të nxënësve të 4 shkollave të shtimës. Me aq sa ka arritur të mësoj në kurs, autodituri u aligjeron edhe nxënësve të shkollave të mesme e fillore të kësaj komune. Për të fituar vendin e punës, ajo ka përfunduar vetëm 2 nivele të kursit të gjuhës gjermane, mirë po burimet e Kiks Kosovës bëjnë të ditur se e njëjta ka 2 vite që del para nxënësve, si një mësimdhënëse e gjuhës gjermane, ani pse nuk ka asnjë ditë shkolle për këtë fushë. Ekipi i Kiksit provoi që të takohej me Mehmetin në njërën nga shkollat fillore në Gjurkovë të shtimës, ku ajo punon, pavarësisht se me forcë mbylli derën, madje e gënjeu ekipën se do të flas pas 10 minutave, por kjo ishte e kotë. Teksa e tërhiqte derën nga vetja që t'i largohet gazetarës, ajo në mendjen e saj veç se e kishte planifikuar arratisjen nga dera e pasme e shkollës. Edhe pse Mehmeti iku, ekipa përsëri tentoi që të marrë një qëndrim nga e njëjta. I ka gjysmëore që po e presim këtu jashtë objektit shkollor arsimtaren Fatmire Mehmeti, e cila po jep gjuhë gjermane vetëm me një kurs të kryer të gjuhës gjermane. E njëjta e mbylli derën dhe nuk pranon të dalë jashtë, pavarësisht se na tha ta presim 10 minuta. Kiks Kosova ka siguruar diplomën e Universitetit të Fatmire Mehmetit, që dëshmon se e njëjta ka studiuar krejt diçka tjetër. Nga ajo për çfarë është pranuar si mësimdhënëse, pretendohet se e njëjta fitoi këtë vend pune për shkak të lidhjes së saj familjare me drejtoreshën e arsimit Ylka Fezullahu. Raport ky që asnjëra nga to nuk e mbajnë të fshehur në rrjetet sociale, gjithandej ato shihen së bashku. Nga shkolla Kiksi u drejtua drejt komunës së Shtimës, përkatësisht drejtorisë së arsimit, por aty nuk arriti të takohej me drejtoreshën e arsimit Ylka Fezullahu. Ani pse nuk gjende në zyrë, Kiksi provoi përmes telefonit të marrë një përgjigje për pretendimet e punësimit të vajzës së hallës. Fatmire Mehmeti dhe drejtoresha e arsimit në komunën e Shtimës Ylka Fezullahu, sipas informacioneve të Kiksit, janë familjare të afërta mes vete, andaj dhe kështu ka ardhur deri tek punësimi i Fatmire Mehmetit, pa qenë kualifikuar në gjuhën gjermane. Mirë po, ne sot kemi ardhur në komunën e Shtimës, kërkojmë një përgjigje nga drejtoresha Ylka Fezullahu. Mirë po, e njëjta nuk gjendet këto, andaj ne do provojmë të marrim një përgjigje prej saj përmes telefonit. E njëjta pak ditë më pas ju përgjigj telefonatës së Kiksit, duke mohuar çdo pretendim se të njëjtën e ka familjare të afërt dhe se punësimi i saj ka të bëjë me të. Nuk ka pas asnjë lloj lidhje apo ndërhyrje apo çka do të aludoni jo. Problemi ka qenë se është në lëndë e tillë që na përveç gjermanishtës na këto 3 vite sa kam qenë drejtorisha e arsimit, jemi ballafaqur me këtë problem që në disa landë ne gjithmonë kemi pas probleme në rekrutim. Për shembull për gjuhë gjermane, për gjuhë frëngëtazëm, për fizik, matematik, kimi, këto po më kujtohen, gjithmonë kemi pas problematik, edhe ka pas raste po kur kemi angazhuar përkohësisht edhe student, cilët ndoshta nuk kanë qenë kualifikuar. Po për hir të mos humbjes të procesit, humbjes të orëve, me rishpalljen e konkurseve që marrë shumë kohë. Ka pas raste për shembull në gjimnaz kur kimin disa muaj nuk kemi arrit me gjetë askënd që ka kimin përfundume, edhe u zgjat shumë procesi, ka kriju shumë humbje të orëve, edhe kjo ka qenë arsyeja kur në disa raste kemi marrë edhe me drejtime të përafërta në mungesë të një kuadri profesional.
Burimet e Kiks Kosovës kanë bërë të ditur se në konkursin kur Fatmire Mehmeti fitoi vendin e punës si mësimdhënëse, bashkë me të ishin edhe 2 kundër kandidate me Universitet të Gjermanishtës, por nuk u pranuan.